më thoni alhamdulillah, alhamdulillah. Qysh më thoni alhamdulillah, marrin e thanit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që ka thonë, kelimetani khafifetani ala lisan, thaqiletani fil mizan, habibetani ila rrahman, qawlu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dy fjalë të lehtë në gjuhë, të rëndë në peshoj, të dashurët e Allahu subhanahu wa ta'ala, ato janë subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Që do më thonë, Allahu është i patë meta, është Allahu më i madhi, edhe nuk i përngjan askujt. Kjo në fjala la ilaha illallah. Kur ka dalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbi shtatin qiell, me spjegue zekir mesela është, ç'është dilet mbi shtatin qiell? Me dalë ballon me hyp, a më në qësë i shkryet jashtë balonës. Frima fort ta këputër. A ta këputë, po. Me hedhë 200 në autoban. 200 ose 260 në të farë autobanin e Gjermanijës, kësë ka limit. Se hece atë 260. A më në qelish gjomën për para, për para. Ha? Sa ju ka dasht pejgamberit me shku mbi shtatin qiell, e pak këtu për ju japë juve logikisht që shkuptohet dini islam. S'ban me u bo, ja, nalë, shtime me një pak, fole me mushmenën. Kush e ka qu pejgamberin mbi shtatin qiell? Ai që ka kriju qiellin edhe tokën, edhe ajrin, edhe shpejtësinë, edhe ngadërsinë, edhe oksigjenin, edhe galaktikën, edhe trupat qellore, mjekull, edhe këtë, çaj dha që? Son këtu forcë Muhammedit, ka forcë kjo profetike. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mu me morën prej Mekës e më qurë në Mesjidul Aqsa. Kush të mori ja Resulullah? Gjibrili. Në sa Gjibrili ma, kur e ka pa një herë Gjibrilin në tokë, ta kish kaplu horizontin komplet me 600 km. Original kur e ka pa, se veç një herë ka pa original, që era dhera më kur. Qatë ditë kër i ka ardhë Ikra Bismi, në Mekke, edhe kër e ka në shtatin qiell. E tash, qysh me bo krahasim këtë forcë të madhe, qysh mundot keme shku mbi shtatin qiell? Ajo është qielli prej qiellit transmetohet në hadithe, është sa 500 vjetë që ecë njëri gjatë lakë. Ku di sa është 500 vjetë? Ka tash me matematikë, po s'ka zerë sa me hu. Se matematikë tash kompjuteri e qetë, po zerë së zi sa me hu dhe bërgjë. Po për qiellit e në qiell tjetër, deri te 7 qiell, kër i hypnal te qielli i fundit, Ibrahimi alayhi salatu wassalam i mbështetur në qabën e qiellit. Që ka jam në qabja qiellit, a e dini? Ha? Qysh? Ashwala. Ja. Ma. Arshi i Zotit është, frani Allahit është aja arshi Allahit. E shtëpia kokon Kur'ani para se me zbrit të poshtë. Bejtul Ma'mur. Marrin ma të drita. Pse? Do një kalzoni Belgit kush i jeti. Që e kalzoni Belgit? Që vish do anës për pishën. Një do një me kanë shëmbëltyrë. Një të rritë. Pse? S'pi mund mërë kur gjënë shkolla. Mësoni dini që të përhap një vejnë Allah së kanë të kajë. Mali ma i matë në dënja cila është? Monteverest. Monteveresti. Maja mama në dënja. Ka 8.800 kësur metra. Që thejnë atë në maleve? Himalajet. Majet e Himalajeve o Monteveresti. Sa kështë të thamë? E po thuje. Kishin shkue
dy alpinista në majet të Mount Everestit atje. Një djetar i Egjiptit po e spjegon Mirajin. Muhammed Mutawalli Sharawi, shka lexu për ta, po bon rahmetli. Dhe kanë shkuar dy të fortit, kanë shkuar në majet Mount Everestit atje në maje. Njëni i meqëm, njëni i fort, po i rrallë pak. E thoni i rrallë pak. A i rrallë i për thot ati të meqmit, plamo qëto, që shkartë, këj fëmija 3 vjeqë për këtë maje. Një fëmijë 3 vjeqë kanë ditë të fina. Shembull për e banë rastit. A i meqmi për thot, o ahmak, o hajvan. S'ka ardhë këj vetë, në të fortit së mprovim e këj beba. Po shka? A e ka pru dikush me helikopter, ose e ka parë të një fort në shpinë si na, e ka pru gjithë. A kuptove? Forca e qënë? A është? Forca ku e ka quë mbi shtatin qiell Resulullahin? El Qawi, El Aziz. Ai që është i fort absolut, edhe Aziz që e bën një punë e se pyet askënd. Shkon Ibrahim a.s. mbi shtatin qiell, shtet Ibrahimin a.s. i mbështetun në shtëpinë e Bejtul Ma'mur. Shka kjo Bejtul Ma'mur? Është një shtëpi që bëjnë tavaf me laçet në Qabe, aty ka qenë Kur'ani para se me zbrit në tokë, atë shtëpi e bëjnë me laçet, në atë shtëpi një herë që hinë me laçe, është një shifër diku 700.000 me laçe hinë për atë derë, edhe derë ditën e Kiametit